e cila këtë vit po e mbyll me rreth 1 milion euro fitim, pas vitit kaluar kur ishte afër 300.000 euro fitim. Posta e Kosovës i ka rreth 850 punëtor, nga të cilët më shumë se gjysma janë postier ose sportelista, dhe përveç kësaj është për të përshëndetur faktit që po zgjerohet rrjeti i zyrave dhe i shërbimeve postare, gjithse i kanë në Kosovë 166 zyra, prej të cilave 16 janë në veri të Ibrit në Republikën e Kosovës. Janë ndërprerë rrjedhjet financiare, janë shuar strukturat ilegale, nuk operon më në Kosovë as posta e Serbisë dhe as kursimorja postare e Serbisë, dinari nuk është më mjet pagese dhe nuk ka pasur vakum, sepse posta e Kosovës ishte aty që t'i ofroj të gjitha shërbimet të cilet dikush konsideronte se mund të mungojnë atëherë kur ndërpritet ilegaliteti që kishim me të kaluarën. Në 10 vitet paraprake, prej themelimit në vitin 2012, themelimit jo praktikisht po ndarjes nga Telekomi i Kosovës, prej themelimit si ndërmarrje e veçantë nga Telekomi i Kosovës, vazhdimisht posta ka operuar me humbje, deri në 4 milion për vit, dhe ka akumuluar për një 10 vjeçar, ka akumuluar mbi 24 milion euro humbje, ndërkohë që tani përderi sa po flasim në 2 vitet e fundit, posta tashmë ka rreth 1.3 milion euro fitim, e që pritet të rritet edhe në vitet e ardhshme. Pra nuk ka asnjë dyshim që posta tashmë ka vendosur një themel të fortë për të ardhmen në të gjitha aspektet. Posta e Kosovës, siç e tha edhe kryeministri, sot ka një rrjet të gjerë të zyrave postare, të shtrirë anë mbarvendit nga veriu në jug, me një rrjet për 166 zyra postare. Për ndryshe kemi pas një rritje të zyrave postare për 30% nëse krahasojmë me vitin 2023-2025. Për më shumë se një dekadë humbje dhe stagnimi, posta e Kosovës në vitin 2023 arriti ta rikthej në bilans pozitiv ndërmarrjen, me një rezultat rreth 300.000 euro. Ky rezultat i postës këtë vit po shënon një shumë fishim të fitimit, duke e prur atë në rreth 1 milion euro në mbyllje të vitit. I përmendem disa prej sfidave, ndoshta ju kujtohet para 8 muajsh, patëm edhe një sulm, një akt kriminal në Zveçan, dhe ishte një akt i cili e cenoi sigurinë fizike edhe të institucioneve, po dhe të qytetarëve. Qysh e dini, stafi jonë me njëherë u aktivizu dhe aktivizoi zyrën në afat rekord. Sa i përket investimeve kapitale, dhe kjo është në rëndësi ta cekim, për herë të parë, pas mbi 10 dekada, Posta Kosovës ka arritur të investoj 1.6 milion investime kapitale në mjetet të punës, në infrastrukturë logjistike, ndoshta e keni pa në motocikleta, në furgon të rinj, dhe jemi në pritje të disa veturave.